Pinca, një shall dhe disa mjetet e tjera pune janë sendet që policia e Tiranës shpreson se mund të ndihmojnë hetuesit për zbulimin e identitetit të autorëve të dyshuar të atentatit me 4 të plagosur në Lundër, ngjarje ndodhur mbrëmjen e 17 prillit. Në këtë atentat, 2 prej të plagosurve ishin të mitur. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se sendet e gjetura shumë pranë vendit të atentatit dyshohet se mund t'i përkasin autorëve. Pasi janë dërguar në laboratorin e policisë shkencore, mbi këto sende janë gjetur 17 profile mikse ADN, ku 2 prej tyre janë profilet e pastra dhe të plota. Kjo është një dritë jeshile për efektivet, pasi lënia gjurmëve mund t'i drejtojnë ata drejt zbulimit të personave që qelluan me breshëri plumbash në drejtim të mjetit luksos tip G-klas në pronësitë e familjes së biznesmenit Demiraj. Mjeti drejtohej nga shoferi i familjes, i cili mbeti plagosur. Plumbave nuk i shpëtuan as 2 fëmijët e mitur të familjes, përkatësisht 17 dhe 11 vjeç, ndërkohë i plagosur mbeti dhe pasazheri tjetër fqinjë i tyre 19 vjeçar. Burimet shtojnë se këto profile pritën të verifikohen nëse u përkasin apo jo autorëve, edhe përmes krahasimit me të gjitha ADN-t që laboratori ka në dispozicion për të gjitha ata persona që janë përfshirë më parë në aktivitete kriminale. Mister ende mbetet shënjestra atentatit. Grupi hetimor ende nuk e ka të qartë se kush ishte shënjestra, nëse ishte pikërisht biznesmeni Demiraj apo ndonjë person tjetër që banon në zonën e vilave në Lundër dhe disponon mjet të ngjashëm me makinën ku po udhëtonin 4 të plagosurit. Policia dyshon se autorët kanë qenë 2 persona, të cilët pasi kanë qelluar me plumba janë larguar me motor në drejtim të Elbasanit, duke humbur gjurmët në zonat rurale të Tiranës. Plumbat madje preken dhe një automjet që po lëvizte pranë zonës, ku pronari i saj bëri denuncimin në polici. Në zonën e Mulletit blu gjetën një motor të djegur, i dyshuar se është përdorur nga autorët.